Të bëjmë përpara është një thirrje për të gjitha gratë që vendosin të bëjnë më shumë edhe mos ta paragjykojnë veten nga gjithë mundësitë që mund të kenë. Për të folur më gjatë dhe për të kuptuar më shumë mbi një libër që jam e sigurt që ka frymëzuar shumë gra dhe do vazhdoj ta bëj edhe më tej, kam kënaqësinë që ditën e sotme të jemi Lorena Vokri, pjesë e klubit të librit feminist. Patjetër. Kemi një libër këtu që dukeshëm ka frymëzuar shumë gra edhe shumë vajza, por do doja konkretisht të pyesja ty duke qenë se ka qenë edhe pjesë e klubit të diskutimeve, se çfarë përfaqëson dhe çfarë sjell në vetvete ky libër. Shiko, ky libër erdhi si rrjedhoj e një prej problemeve të cilat anashkalohet shumë në shoqërinë tonë, për vetë faktin e përfaqësimit të grave në udhëheqje. Dhe sigurisht që erdhi si e hone kësaj dhe solli një pasqyrim të vërtet të asaj që çfarë fshihej, përpos asaj çfarë mendoj, dhe ishte një nga dilemat e temi kryesore, të cilat shumë e mendonin për në kohën që erdhi në 2013-ën, sigurisht që kishin evoluar paksa, por që nuk shprehej dhe sigurisht po të shohim edhe në kohët e sotme gratë synohen të drejtat e tyre dhe sigurisht që ka qenë një thirrje motivuese për gjitha gratë. Ndërkohë dukshëm është një personazh që ka pasur një rol mjaft të rëndësishëm në Facebook, edhe sikur një nga kritikat që ja tashoi më shumë asaj është që flet nga një moment edhe nga një pozicion i privilegjuar, pra ka pasur mundësinë që të ketë shumë gjëra në dorë dhe në të njëjtën kohë dukshëm ka mundësinë edhe për të ngritur zërin. Si e shihni ju dhe si është komentuar në të njëjtën kohë edhe në klubin feminist të librit, por edhe më gjerë në atë çka ju përfaqësoni edhe në të lexuar dhe në studime të mëtejshme. Patjetër, sigurisht ka pasur kritika të tilla dhe kritikët e kanë madje e kanë analizuar akoma më tej duke thënë që përveç se është pjesa e grave të privilegjuar që shihet sikur se një manual enkas për këto gra për në rrugën e suksesit që ato të vazhdojnë akoma dhe më tutje, kjo shihet edhe si fakt që nuk është prekur akoma në libër edhe pjesa e grave të shtresave të varfra, apo atyre që janë të ndikuara nga raca apo orientimi seksual. Por që kurse si autora nuk është se e ka lënë në të mbyllur bisedën, e ka lënë të hapur ku gjithë secili mund të jap mendimin e vet dhe opinionin e tij, por pikërisht është fokusuar, ka pasur një ndikim le të themi dhe një gjithë përfshirje. Nuk është se ka përfshirë vetëm vajzat dhe gratë, ka përfshirë të gjithë, edhe burrat do e shohim pastaj edhe të gjithë. Kështu që kritikët sigurisht që do kenë ato kritikat e tyre bazë ku do të ndalen më së shumti edhe të pjesët përbërëse, por që në iniciime sipër sigurisht që janë të sigurt të gjitha. Unë do doja të daleshim pak më shumë edhe tek rëndësia e burrave në këtë barazinë e madhe gjinore që flitet kaq shumë, sepse ndonjëherë duket sikur bëjmë dhe këto diferencimeve, këto ndërsitë që mund të jenë mes barazisë gjinore që vetëm gratë luftojnë për të dhe sikur duket që shpallim një farë lufte që mund të jetë edhe për burrat në këtë rast, por në këtë libër ne arrim ta gjejmë ndryshe dhe në të njëjtën kohë edhe nga shumë kauza që shumë të tjerë mbrojnë. Doja të ndalonim pak më gjatë tek rëndësia që burrat kanë në feminizëm edhe në këtë barazi. Shiko, pa burrat nuk ka barazi, le themi. Duke qenë se vetë autora ka zgjedhur që të ketë një ndikim gjithëpërfshirësh në vetë librin që ajo ka shkruar dhe në ato që është pasqyruar më tej edhe te pjesa e lexuesve, edhe te pjesa e ndikimit që ka pasur thirrjes motivuese te vajzat dhe gratë, sigurisht që ka përfshirë edhe pjesën e burrave. Ajo thot një gjë, ne duhet të ndalojmë së pyetur i gratë, si e balancon karrierën me familjen. Askush nuk e pyet një burr për këtë gjë. Kështu që ose është edhe ajo shpreha tjetër që e kam dhe një ndër citimet e saj që nëse burrat do ndërhynin tek pjesa e shtëpisë, ajsa janë paktën sa gjysmë ose më e pakta e atyre çfarë bën një grua, sigurisht që do kishte edhe një ndikim ose një pjesëmarrje më të lartë të grave në vendimarrje. Shumë interesante në fakt edhe ky citim, po bazuar edhe në atë çka pritet, në sensin kjo është edhe mënyrë figurative, po a do vi momenti që ne do pyesim edhe burrat si arrin të balancojnë jetën familjare mes asaj profesionale, pra a do ketë parashikohet një farë barazie në atë çka mund përfaqësohet që një ditë në të ardhmen do jenë të dy që do bëjnë punët e shtëpisë, do jenë të dy që do jenë shumë të suksesshëm dhe në udhëheqje, që padyshim kanë ndryshuar gjërat edhe kemi parë që janë më të afërta, por sipas asaj që autoria konkretisht përfaqëson në këtë libër. Gjërat kanë ndryshuar tashmë, kohërat nuk jemi më në ato periudhat kur gruaja është nënshtruar plotësisht, por sigurisht cënohen të drejtat e saj akoma. Vjen në dilemë, le të themi, të drejtat e saj parsorë, siç është shikon, gruaja nuk është vetëm për nevojat bazike të saj që të kryejë edhe të kryejë vetëm funksionin riprodhues apo për kujdesen në familje. Është edhe ajo gruaja e cila ka të drejta që sikurse një mashkull të ketë edhe një udhëheqje të denjë, edhe të marrë vendimet e saj. Pra,
Vetë autorja i thot grave që shiko, ti vërtet po përkujdesesh për familjen, për gjërat që të rrethojnë, sepse gjithse cili do e ketë atë lloj parim, gratë dhe vajzat dhe gratë do e kenë gjithmonë atë lloj gjoje, por ti ka ardhur kohë që të marrësh vendime, ka ardhur kohë që ti të ulesh në tryezë edhe të mbash përgjegjësi. Po në këtë rast, a mund të themi që gratë ndonjëherë paraqyjojnë dhe veten që deri këtu mund të ndaloj unë, kam bërë mjaftueshëm, kam edhe pritshmëri të tjera që më vijnë nga sektorë të tjerë të jetës, dhe sikur jemi ne ata që paraqyjojmë veten për të bërë një hap më tutje. Sigurisht që po. Kjo është pikërisht pjesa e ambicjes që e prek vetë Sheryl Sandberg, për vetë faktin sepse ne ndonjëherë stopojmë në atë që themi ne kemi bërë mjaft edhe nuk duhet të vazhdojmë. Pra, ndjejmë një ndjenjë faji dhe një inferioriteti kundrejt vetes, por sigurisht që duke marrë një hap përpara ti i vendos vetes një lloj, domethënë e ndjen veten akoma më të sigurt dhe ke guxim për të ecur përpara. Kjo është çështja kryesore që vetë shpaloset edhe në libër, edhe që i përcillet çdo lloj gruaje. Pra, është një formë mbështetje, një forcë motivuese, të cilët duhet t'i shpërndahet çdo lloj gruaje dhe që edhe vajze sigurisht, edhe të ndërmerret nga të gjitha, sepse nëse ti ndërmerr një vendim për jetën tënde, nuk e ke marrë vetëm për veten tënde, e ke marrë për shoqërinë edhe më tej, për familjen, për gjithçka. Në këtë rast, e them që ambicia e një gruaje nuk mungon, pra ka të kaluar çdo lloj paraqykimi që mund të ketë për atë çka mund të arrijë vet, po do doja të ndalonim tek faktorët social në këtë rast. Pra, është ambicia, mund të jenë edhe aftësitë që mund të ketë, po sa ndikon shoqëria dhe i gjithë ambienti që e rrethojnë që ajo të bëjë përpara dhe të jetë në leadership ashtu siç duhet edhe të arrijë majat. Ne autorja citon një nga vargjet që mua më pëlqen shumë. Ne thotë që në Vigjeli i inkurajojmë djem drejt leadershipit, ndërsa vajzat i drejtojmë për përullësi. Dhe kjo gjë në fakt është e gabuar, sepse vërtet përullësia sigurisht që ka atë standardin e vet edhe ka atë rëndësinë e saj, por që kurse si nuk duhet që të jetë vendimarrëse në pjesën e grave, sepse kjo është edhe një nga gjërat të cilat e stopon një grua për të ecur përpara dhe për të hedhur hapa të tjerë në vetë jetën e saj dhe për të marrë pastaj përgjegjësi, sepse gjithmonë është ajo pjesa e frikës që shiko, unë jam fajtorja në këtë rast dhe unë e bëra gabimin. Jo, nëse vërtet rrëzohesh, sepse gjithë kemi raste ku mund të rrëzohemi, e rëndësishme është që ti të ngrihesh edhe të mos dorëzohesh. Do doja të dija se çfarë mëson një grua në Shqipëri nga i gjithë shembulli i saj, pra jemi sigurisht në një vend shumë të zhvilluar, jemi në një pozicion që ajo ka edhe ka arritur të ketë gjithçka që mund të ketë kërkuar në një moment të caktuar dhe më pas ka menduar që nuk duhet të ndalojë dhe të vazhdojë rrugtimin e saj. Po një grua në Shqipëri çfarë mund të mësojë krahasuar edhe me situatën ku jemi edhe me çfarë mund të bëhet para? Shiko, mesazhi më i thjeshtë dhe më i fortë që është dhënë edhe në libër, por që edhe unë mund t'ua jap ose çdo kush tjetër që jep, jo vetëm grave shqiptar, por vajzave dhe grave në gjithë botën, është të kenë besim në jetën e tyre, në veten e tyre dhe të kenë besim në atë çfarë po bëjnë. Kjo është parsorë. Pastaj edhe sigurisht që të hedhin hapa më tej, të mos dorëzohen. Sepse duke u dorëzuar, ti nuk ke anashkaluar veten tënde, ke dhënë një shembull të cilin do e marrin për bazë edhe gjeneratat e tjera. Dhe sigurisht kur flasim për gjenerata, ne po shikojmë më së miri se si po evoluon shoqëria në ditët e sotme dhe një shembull i mirë sigurisht që do ketë ecurinë e një shoqërie të mirë, një brez të mirë. Ndërkohë, diçka që mua më bëri përshtypje në momentin që erdhe ishte edhe bloku që kemi vete me disa nga citimet që ty të kanë bërë më shumë përshtypje dhe që mund të ndikojnë. Kështu do doja të ndalonim në disa prej tyre, disa na i tregove, po ato që mendojnë që kanë atë influencën më të madhe që bëjnë ndryshimin mbase dhe mund të shërbejnë dhe atyre që janë duke na ndjekur këtë fillim jave. Atëherë, ne folëm pak a shumë për mesazhet që jepen në vepër dhe pak a shumë cili ishte hapi i parë që vetë autorja ceku, pjesën e udhëheqjes së grave. Nëse kemi gjysmën e trurit dhe gjysmën e talentit, pse të mos kemi edhe gjysmën e vendeve të vetëmarrjes? Është një nga shembujt më kryesor. Ne u mësojmë vajzave të jenë të kujdesshme, por djemve të hedhin syt nga horizonti, të cilat e shikojmë shumë, sidomos në familjet shqiptare, por edhe për posto huajve, që vajzët duhet jenë të kujdesshme, duhet jenë të përullura, duhet jenë të matura në atë çfarë bëjnë, ose në vendime që marrin. Por që kurse si kjo, nga ana tjetër, e shikojmë që ka edhe pjesën që i sforcon ato për së brendshmi, ka një gjendje emocionale dhe shpirtërore shumë të ngarkuar, edhe nuk i lejon që të ecin përpara me lehtësi, sepse duke pasur edhe një gjendje të stabilizuar shpirtërore, të mirë emocionale, sigurisht që ti je më i qetë edhe i ndërmerr hapat më me qetësi.
Ne duhet të ndalojmë së pyetur i gratë, si e balancon karrierën me familjen. Askush nuk e pyet një burr për këtë gjë. Sigurisht, roli i burrave është shumë i rëndësishëm edhe në jetën tonë, por edhe në jetën e le të themi të gjithë në gjithë shoqërinë. Autorja nuk e ndan kurse si këtë libër që e ka bërë vetëm për vajzat dhe gratë. Sigurisht që ky është fokusi, por ka një rol gjithë përfshirës. Përfshin burrat, përfshin gratë, përfshin familjen, përfshin punën, përfshin vendimarrjen, gjithçka. Dhe kurse si, po që një element bosh, sigurisht që nuk do të ketë atë ecurinë e duhur. Edhe, po të ndërhyjë edhe pjesa e burrave në që të kenë një farë bashkëpunimi me ne, sigurisht që do e kemi edhe ne më të lehtë që të marrim edhe ato vendime që na çojnë drejt suksesit. Madje nëse nuk gaboj, ajo ka pasur edhe një qasje edhe shumë pozitive, pra në eksperiencë bazuar në eksperiencën e saj personale, që partneri i saj është bashkëpunëtori i saj më i mirë, pra konkretisht, kështu që dukshëm nuk është se i shpall luftë burrave, madje ajo i qëndron kështu dhe i zotohet atij parimit që një grua me ambicie duhet të ketë një partner që e mbështet ose mos ta ketë fare. Po, është edhe ajo pjesë që edhe liderët botror po të shikojmë, kanë ecur kaq shumë sepse kanë pasur një grua të denjë në krahun e tyre që i ka udhëzuar dhe u ka dhënë këshillat e veta, sigurisht. Barazi e vërtet ndodh kur burrat marrin pjesë në shtëpi, po aq sa gratë marrin pjesë në vendimarrje. Dhe kjo është një nga auzimet që mua më pëlqen më së shumti, ku pjesa e bashkëpunimit sigurisht që ka benefitet e veta maksimale. Kritikat thanë që duhet të preken edhe gratë që përballen me racizmin, shtresat e varfra ose orientimin seksual, të cilin e shikojmë që së fundmi po merr një bujë të madhe si nga gratë ashtu edhe nga djemt. Pra, po jepet një shembull jo i mirë shoqërisë dhe sigurisht që po ndikon drejt për së drejti edhe te pjesa e vajzave dhe grave, por edhe te pjesa e burrave dhe djemve dhe burrave. Dhe ky është një shembull i cili tipik që duhet kritikuar për mendimin tim dhe që edhe ndërvargje edhe vet autorja e kritikon ashtu siç e kanë kritikuar edhe pjesa e kritikëve që ja kanë bërë. Po në këtë rast, nuk mund të themi për shembull që nëse dikush është një përfaqësues mjaft i mirë, pra siç kemi autoren që ka pasur një pozicion shumë të mirë në Facebook, ka vendosur që të bëjë edhe më shumë hapa të tjerë përpara dhe të shkruaj dhe të flas pikërisht për atë stres që përcakton, pra të bëhet një zë i fuqishëm për atë çka përfaqëson edhe ajo vetë, ku ndërkohë mund të jenë edhe autorë të tjerë që kanë pasur një farë vështirësie shumë më të madhe, mund të kenë pasur problematika të tjera që flasin edhe për problematikat e tyre. Pra një kanalizim i situatës në të cilën ndodhen me atë çfarë shkruajnë dhe tregojnë. Pra si e kanë gjetur kritikët edhe si e keni gjetur edhe ju në bisedime në klubin e librit të feminist. Tani, kjo na erdhi si manual, le themi, ose është përcjell si manual për gratë e suksesshme dhe gratë e privilegjuar që kanë një pozitë tashmë dhe e kanë, si të thuash, më të lehtë pjesën e rrugës drejt suksesit. Por që e thash edhe në fillim që ky libër është i vendosur përpara vajzave dhe grave në përgjithësi. Pra nuk është se ka përfshirë vetëm vajzat dhe gratë, ka përfshirë burrat, ka përfshirë djemt, masën shoqërore dhe gjithçka aty për brenda saj. Mesazhi i saj është shumë i fortë, edhe mjaft dinjitoz, le të themi, edhe e ka paraqitur më së miri. Sigurisht që kritika do ketë edhe nëse ti bën diçka të mirë, sepse jo domosdoshmërisht do të përfshirësh të gjitha llojet e fushave. Po dhe atëherë ka kryer punën mjaftueshëm, nëse ka edhe kritika dhe ka ato prodh dhe kundër. Po nuk pati edhe kritika, sigurisht që nuk do thotë që gjithçka po ecën më së miri. Ndërkohë do doja që për ty si një vajzë të re pasi ke lexuar këtë libër, çfarë të ka mbetur në mendje dhe si ka ndikuar në ambicien tënde të përditshme? E rëndësishme është që ne mos të dorëzohemi. Ky është pika më kryesore të cilin unë kam ndërmarrë nga ky libër, edhe sigurisht është roli i rëndësishëm i vajzave dhe grave që kanë në shoqëri, por edhe burrave dhe djemve. Dhe ndërkohë, dua të flas pak për ndoshta që të citoj një mesazh artistik ku mund të jetë edhe një thirrje ndaj grave ose mund të merret si një thirrje motivuese, le të themi, që mund përcillet. Gratë, si pikturë të jetës, ngjyrosin horizontet me ngjyrat e guximit dhe ambicjes. Ajo që ndodhi në të kaluarën është vetëm korniza, ndërsa e ardhmja është kanavaq e hapur e mbushur me mundësi. Le të mos kemi frikë të pikturojmë jashtë kufive, të sfidojmë pasigurit dhe të krijojmë histori që do të frymëzojmë të tjerët për të bërë përpara. Sepse një hap i ndërmarr nga një grua shndron jo vetëm jetën e saj, por edhe gjithë shoqërinë. Gratë janë sy ylberi që lindin pas një stuhie.
të thyer nga rëbeshe, por gjithmonë të gatshme të shfaqin ngjyrat e veta më të ndryshme dhe më të bukura. Si një piktor që guxon me përzierjen e ngjyrave më të forta, gratë kanë fuqinë të krijojnë një botë ku asgjë nuk është e pamundur. Ky është momenti të bëjmë përpara, të pikturojmë botën tonë, jo si pasojë e rrethanave, por si shpërthim i dëshirës për të ngritur dhe për të lënë një shenjë edhe për gjenerata që vijnë. Shumë e bukur kjo dhe një thirrje që na bën të kuptojmë që vërtet nuk duhet të kemi frikë, se mund të bëjmë shumë përpara pa paraqykuar fillimisht veten edhe gjithë ambicien që ne mund të kemi. Po ndërkohë patëm edhe një bisedë para se të fillonim bisedën tonë dhe më thej që do po mendon edhe për të sjellë dhe një libër vetë më vonë, kështu që nuk e di nëse do doja ta thoj që tani, po do donim të zbulonim me diçka nga sepse tjetër na bëhet qefi kur shikojmë që të rinj shumë të motivuar bëjnë përpara dhe nuk kanë frikë nga ambicia e tyre. Po, patjetër. Shiko, një nga gjërat që unë kam dëshirë dhe nëse do ndroja shkencat politike, sigurisht nuk i ndroja, absolutisht nuk jam fare, si të thuash, në merak për këtë pjesë. Një nga gjërat pengjet që e kam në zyrtar timin është pjesa e zhvilletërsisë. E kam dashur që në fillim, sigurisht mund ta bëj për të dytë, por njëkohësisht më ndihmon edhe fakti që unë e kam si talent këtë gjë, edhe më së shumti unë shkruaj, sigurisht edhe pjesën e romaneve mund ta shkruaj, por më së shumti i referohem pjesës së poezisë. Edhe po mendoj që në librin tim të ardhshëm sigurisht që vajzat dhe gratë absolutisht që do preken, por që të kenë një fokus të veçantë. Sa ka ndikuar klubi feminist i librit në këtë qasje dhe në këtë ide që ka ardhur më pas për të bërë pjesë edhe gratë e vajzat pjesë të librit tënd që do kemi së shpejti? Shiko, klubi i librit është mahnitës me vërtet. Aty ndajmë mendime me njëra tjetrën, analizojmë njëra tjetrën, ndonjëherë edhe korrigjojmë njëra tjetrën, edhe i vim në ndihmë njëra tjetrës. Kjo është ajo çfarë duhet të bëjë çdo grua dhe çdo vajzë për njëra tjetrën. Edhe që t'jenë shembull për shoqërinë, por që të kenë edhe një impakt kryesor për veten e saj. Unë doja ta mbyllja me këtë mesazh kaq të bukur që shpresoj të ketë shërbyer gjithë secilit të mëngjes dhe të kuptojmë fillimisht që na duhen të gjithë për ta bërë këtë shoqëri të barabartë edhe burrat edhe gratë ashtu siç e konkretizon edhe autorja, po njëkohësisht edhe për të qenë bashkë me njëra tjetrën dhe për ta mbështetur. Faleminderit që ishe me ne këtë mëngjes. Faleminderit, ishte kënaqësia ime.